Ja ku kthejmë përsëri shikues të nderuar, jemi me analistin Beqesina. Unë bëra pyetjen po s'ka ndonjë bashkëpunim mes këtyre politikanëve shqiptar. A mendon se këta janë miq e shok, pra jashtë skemës politike? Në analizë dhe në kënd shikimin e çdo shqiptari, jo vetëm të një analistit, të një gazetari, kushdo qoftë ai politikani. Ky lloj mendimi ky ushqehet vetëm me faktin se si ndodhin gjërat në Shqipëri. Prej nga miratimi i kodit ligjor për zgjedhjet dhe deri në zhvillimet që kanë pasur deri tani. Interesat e tyre janë të lidhura aq shumë me njëri tjetrin sa kushdo që të jetë në pushtet, të jetë Edi Rama apo të jetë Sali Berisha. Çdo njeri ka të lidhur interesat e tyre, ato që janë interesat më të mëdha dhe ata që i suportojnë këto të dy forca, si të majtën dhe të djathtën, janë oligarkët. Oligarkët nuk janë vetëm të majtë, po janë vetë të djathtë, pra janë interesat lidhura me njëri tjetrin, janë të dy krave. Dhe këtu vetëm ajo që i bën përplasjen e këtyre, e bën përplasjen e këtyre në këtë aspekt kur vjen puna ke interesat, e bën vetëm kur prekin interesat e tyre. Vetëm atëherë reagojnë dhe kanë problemet e tyre. Po nga ana ideologjike, nga ana parimore, po asnjëra palë nuk i kundërvihet njëra tjetrës kur janë në mes interesat. Kur janë në mes interesat, që të dyja heshtin dhe që të dyja ndjekin ato interesat e tyre dhe ashtu siç kanë vepruar deri tani, për 30 vjet Shqipëria ka qenë një tepsi. Dhe e kanë darë se cili pjesën e vetë. 33 vjet të mos kesh një të paktën minimalisht ligje demokratike për një jetë normale edhe të jetë siguruar jetesa minimale në Shqipëri, kur diaspora ka dhënë. Në këtë drejtim unë me bindje dhe nuk e them se unë jam i djathtë. Unë them që për këto lidhje dhe për këtë çfarë thash, për korrupsione, për këtë lidhje që kanë këto me interesa, me përjashtim të Sali Berishës, si Sali Berish flas. Nuk flas për familjen me përjashtim të Sali Berishës, si Sali Berish, të politikanët e tjerë, të djathtë, kushdo qoftë, ka interesa të lidhura me Partinë Socialiste dhe me majorancën, ashtu siç ka kjo majorancë dhe Edi Rama dhe njerëzit e Edi Ramës me Partinë Demokratike. Por ta thash edhe një herë, dhe them me bindje të plot, me bindje jo të asaj që jam i djathtë dhe çfarë simpatie kam unë dhe çfarë mendimi kam unë për Berisha. Por Berisha si Berish, si kryeministër, si president, personalisht flas, si person, nuk mund të akuzosh ose nuk mund të futish në të njëjtën vorbull ose në të njëjtin thes me ata që janë politikanët e tjerë në Partinë Demokratike dhe ata që kanë qenë lider të Partisë Demokratike dhe ata që kanë krijuar lidhjet me të majtën. Se faktikisht edhe ajo rasti që përmendet ju, rasti i Lulzim Bashës me pallatin, është ajo që tregon lidhjet e tija me të majtën. Pra, në qoftë se jemi të ndarë politikisht, po jemi të lidhur ekonomikisht, financiarisht, jemi të lidhur me njëri tjetrin. Dhe ndoshta, ajo që i ka bërë që të lidhen me këto, janë edhe skandalet që kanë pasur në Partinë Demokratike. Marrim rrugën e Kombit. Rruga e Kombit akuzohen për vjedhjen e 2 milion, 3 milion dollarëve nga ish atëre ministri i kësaj infrastrukturës dhe transportit në Shqipëri, Lulzim Bashës, i cili akuzohet për vjedhjen e tyre. Atëherë unë mendoj, kjo s'do logjik që ta zbërthej këtë, që të tregoj atë që thatë ju, që ndryshe flasin në parlament dhe ndryshe veprojnë me njëri tjetrin. Pra, ata i dinë me njëri tjetrin se të gjitha se si i kanë marrë këto pare, si kanë vjedhur këto pare, ku kanë shkuar këto pare, dhe patjetër që do t'i ndajnë me njëri tjetrin. Dhe këtu janë interesat e atyre. Dhe çdo gjë që bëjnë, edhe ligjet që miratojnë, edhe ajo në rast se ju kujtohet takimi i Edi Ramës me 17 maj të vitit 2000, në zgjedhjet e vitit 2017. 2017, po.
2017. Takimi që u bëndemi, ta sqaroj edhe këtë pak. Në 2017 mas Çadrës, takimi i Lulzim Bashës. Por a ka me lidhje dhe a ka më marrëveshje ndërmjet njëri tjetrit se sa ajo? Vetëm një pyetje ti bëj çdo shqiptar i vetes dhe ta pyesi lidhur me takimin e 17 majit 2017 ndërmjet Ramës dhe Lulzim Bashës. Marrëveshja që arritën ata, që ja dha për 3 muaj i dha Ministrinë e Brendshme, i dha Infrastrukturën, Ministrinë e Financave, i dha çfarë donte, vetëm që të hynin në zgjedhje dhe të pranonte humbjen dhe të pranonte marrëveshjen që ka me Edi Ramën. Mos harro se doktori e beri mbret Edi Ramën në 2008 me ndryshimet kushtetuese, ajo ka bërë për ja ka dhënë këtë avantazh edhe sot Zoti Rama mendon për vitin 2035. Atë, jo vetëm që thash unë, po e thua ti, e thonë të gjithë shqiptarët. Edhe e ka pranuar edhe vetë Berisha. Berisha thotë në sajt e gabimeve të mia erdhen dhe këto rezultate. Se pas dikush gabim nuk ka vetëm gabim. Po mirë, zoti ashtu është. Zoti Sina, tashmë për të folur për opozitën është shumë më mirë për opozitën të japin mendime njerëzit në diasporë, pasi diaspora, media në diasporë, kushdo që është i interesuar për çështje bashkëkombëtare shqiptare, duhet të jetë i interesuar se çështja shqiptare rregullohet kur kemi një opozitë të fuqishme, një opozitë të mirë. Dhe tani opozita shqiptare tashmë dihet, ne sollëm disa fakte nëpërmjet zotit Sina, njëkohësisht edhe juve dini, tjera çdo njeri ka lexuar, shikon. Mendoj se kush ka mendime, kush ka sugjerime, mundet t'ja bëj pra të djatës shqiptare në Shqipëri, pse jo dhe në diasporë mundet të krijojnë grupacionet që mund t'japin mendime produktive për të siguruar dhe forcuar e djatas shqiptare, pasi duhet një opozitë e fortë me qëllim që të zhvillohet vendi sa më shumë, të pritet rruga korrupsionit e shumë fenomeneve tjera që janë aktualisht në Shqipëri. Zoti Sina, tani do të kthehemi e do të vazhdojmë përsëri tek zgjedhjet e 14 maj 2003 që u zhvilluan zgjedhjet lokale në Shqipëri dhe roli i qeverisë shqiptare dhe posaçërisht qëndrimi i kryeministrit Edi Rama, i cili vazhdimisht gjatë fushatës elektorale ka bërë disa thirrje mos votoni, mos dilni në votime, elektoratit të djathtë, ka bërë presion zgjedhësve, mos votoni për të djathtën sepse qeveria nuk i ndihmon këto bashki dhe po ashtu edhe njëkohësisht ka bërë dhe rritjet e rrogave gjatë kohës parazgjedhore, po shumë afër para se të ndodhin në fushata zgjedhore. Dhe shumë të tjera. Si i komentoni juve këto, zoti Sina? A kanë qenë këto edhe influencuar për një klim të shëndetshme zgjedhore, apo janë në dëm të zgjedhjeve të lira dhe demokratike? Këto që përmendë këto 3 pika që kapet ju dhe nuk përmendet dhe pikën e 4-rt, të cilën Rama e përdori gjatë fushatës duke i bërë thirrje votuesve shqiptar, nëse votoni Partinë Demokratike dhe votoni kandidatët e djathtë, votoni kundra Amerikës. Nëse dëshironi të votoni kundra Amerikës, votoni kandidatët e djathtë. Pra ato të 3-ja ishin, por futi dhe këtë të 4-ën. Këto i bëri Edi Rama, se strategjia e Edi Ramës dhe njerëzve që këshillojnë Edi Ramën është se mënyra për t'i bindur, se jo për t'i marrë vota, se votat e Edi Rama i kishte infrastrukturën e marrjes së votave, Partia Socialiste e ka organizuar dhe e ka në mënyrë perfekte që votat ata do t'i ruajnë dhe do t'i marrin nëpërmjet patronazhistëve, nëpërmjet njerëzve të tyre, strukturave që kanë ngritur dhe ato vota atyre nuk u lëvizin, jo vetëm në këto zgjedhje, por unë mendoj edhe për një palë zgjedhje tjera ata kanë krijuar atë infrastrukturën e tyre. Por mungesa e alternativës, shterimi i alternativave nga Partia Socialiste, është se tregoj këtë që ata kanë shteruar nga alternativa. Pse? Se në 10 vjet pushtet, në çdo vend të botës ti jesh, jo vetëm në Shqipëri, po ti jesh në Amerikë, në Itali, në Francë, në Gjermani dhe kudo që ti jesh, mbas 10 vjet pushteti administrativ,
Bas 2 mandate flas, se 2 vjet janë tepër, po ato 8 vjet pushteti administrativ, nuk kemi çati sjellje të re. Ja, si për shembull kemi rastin e Tiranës me Erion Veliën. Çfarë mund të sjellë të re Erion Velia Tiranës? Alternativa e vetme që sjell ky Erion Velia dhe me Bashkinë e Tiranës është duke u lavdëruar dhe duke u mburur me të kaluarën e Tiranës. Çka kanë bërë në Tiranë? Vërtet kanë bërë në Tiranë, se asnjëri nuk e mohon që në Tiranë, pavarësisht se ka shkelje në ndërtime, në infrastrukturë, në njërin tjetër, por sidoqoftë Tirana sot ka ndryshuar, është tjetër Tiranë ato. Por çfarë mund bëjmë më tepër se sa aq flasim tani? Nuk bëhet fjalë më për pallate, për të ngritur pallate nga 40 kate, nga 30 kate sa po ndërtohen në Shqipëri. Bëhet fjalë për ngritjen e mirëqenies, për uljen e papunësisë, për thithjen e trurit, jo për largimin e trurit, po për thithjen e trurit. Po Shqipërisë po ikin sot njerëzit që i duhen Shqipërisë më tepër, po ikin mjekët, po ikin njerëzit me shkollë, që të gjithë. Pra këta njerëz i mban, ose këta njerëz nuk do t'iknin, vetëm po të kishte alternativë. Pra Partia Socialiste dhe Edi Rama në këto zgjedhje nuk kishte alternativë. Nuk kishte çfarë t'ju thoshte shqiptarëve. Se çfarë do të thoshte shqiptarëve, si për shembull për punësimin ose për thithjen e trurit. Kur dihet që Shqipëria sot ka problemin më të madh e ka punësimin. Njëri që përfundon shkollën e lartë do të punojë ose kamarier, ose do të punojë në punë të rëndonta, ndryshe nuk ka ku ta gjej vetveten. Atëherë kjo është alternativa. Ti alternativën e krijon ndërmjet asaj që do t'i japish të ardhmen, pra për një mandat tjetër. Dhe në administrata, në çështjet administrative, në çdo vend botës. Mbas 10 vjetë Partia Socialiste i konsumoi të gjitha alternativat që pati deri tani. Dhe e vetmja gjë që i ngeli Tallavaja, të kërcente nëpër ato fushatën e tij, që të bënte rolin e populistit. Se e vetmja mënyrë për t'i marrë votën shqiptarëve është kjo tani. Të gjitha këto i shfrytëzoi, pra e shfrytëzoi atë, siç thash, edhe me Tiranën, edhe në Kamës, edhe në Shkodër, edhe kudo. U tha që unë në Kamës unë në Kamës do ta bëj, tha, si Tirana, tha. Do ta bëj, e kam bërë, jo do ta bëj. Nuk është Kamza ajo që e la Mziu, që e pati Partia Demokratike. Sot shiheni Kamzën ku është. Pra, domethënë e fitoi votat vetëm me të kaluarën. Nuk dha alternativë, se nuk ka. Çfarë alternative mund t'japësh? Alternativa është kjo. A je në gjendje ti si administrat që more këtë pushtet dhe erdhe tani në pushtet dhe ke një fuqi kaq të madhe të pushtetit në Shqipëri, ke të gjitha, ke bazën ligjore, nuk ka gjë në Shqipëri që nuk e ka Edi Rama dhe ky pushtet. Po s'ka alternativë. Alternativa nuk ka që mos s'ka alternativë sepse nuk ka opozit. Jo, s'është alternativa. Marim alternativën e vetë të Partisë Socialiste. Më falë, zoti Sina, do ta ndërpresim bisedën këtu, do të kalojmë në publicitet dhe do të kthehemi përsëri në bisedë.